Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Ishte vetëm 22 vjeçar kur përjetoi një nga ngjarjet më të tmerrshme që do ta shoqëronte gjithë jetën e që do t'i shkaktonte ankth e trauma deri në shkallën sa të mendonte dhe t'ia merrte vetes jetën. Ramadan Nishori nga Komorani i Drenasit është i mbijetuar i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, i cili në prill të vitit të kaluar u bë burri i parë që rrëfeu publikisht historinë e tij. Një vit pas, ai thot se është krejt tjetër njeri, që është çliruar nga një barë teje të rëndë e cila e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Ai në një rrëfim për dokumentarin Expose të Gazeta Blitz, tregon se misioni i tij është përmbushur, derisa pasi tregoi publikisht historinë e tij, shumë të mbijetuar të tjerë u drejtuan për në organizatën për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Ndonë se komentet negative kanë qenë të pakta, ai shprehet mirënjohës për qytetarët që e kanë përkrahur, natyrisht pas familjes, e cila i qëndron pranë çdo herë. Bashkëshortës i kishte treguar vetëm një vit përpara se të vendoste të dilte publikisht për të ndarë rrëfimin e tij, ndërsa që në organizat ishte lajmëruar në vitin 2015, pas qindra herësh që kishte shkuar deri te dera dhe nuk kishte pasur kurajën të futej. Mendime të lloj-llojshme kishin bërë që të kthehej pas dhe ai vazhdonte luftën me veten e traumat e tij në heshtje. Por rrëfimi publik i Vasilije Krasniqit kishte bërë që ai të inspirohej nga ajo dhe pas kontaktit me të bindej që të shkonte në organizat, ku është edhe sot e ku merr ndihmë psikologjike, e që u bën thirrje të gjithë të mbijetuarve që të veprojnë njësoj si ai. Edhe pse thot se është bërë për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, Nishori vlerëson se ka ende punë për të bërë. Po ashtu edhe dënimet për kryerësit e këtyre veprave thot se janë të ulta. Po, që në vetë e kënena, une jam një njëri shumë, e kom hek një borë shumë të madhe për vetit. Një njëri shumë i shlirushëm. E kom hek një borë që pak njëri, për vetëm ata që e kanë përjetu këtë dhunë e dinë. E kom hek një borë shumë të madhe për vetit. Edhe i falenderoj popullin tonë që ka pas komente negative ato këtu, po ju, për mos sigur kur ka dollë pasfia në atë kohë, ka pas ma shumë komente negative. Tash ka nisë mu vedisu, pse ju, ka pas negative, po shumë pa. Shumë minca kanë qenë pozitive, kështu që kom kalu shumë mirë këtë vit. Unë për veti edhe ku kom pas edhe pa dollë, edhe misi kom dollë, në qatë të ditët të pora kom pas tonë me një intervist, dikun tash mos të gaboj, që kom pas tonë që vetëm 1% i mbjetun me ordë në organizot, me kërku ndihmë psikologjike, une e kom kry misionin tem. Po, ka pos bukur shumë që kanë ardhë, ka pos edhe pi burra, po edhe pi grave. Kështu që falenderoj më i madh shkojnë mas pori për familjen, se pa mbështetjen e familjes nuk isha unë sot të, po falenderoj sa pi gjithëve për mbështetjen që ma kanë bërë. Jem një njeri tash këtë. Daljen publike me historinë e tij, disa e kishin lidhur me faktin se ai donte të merrte një pension. Por atë thot se ai e gëzon që nga viti 2019 dhe nuk ishte as pak qëllimi i tij. Ka pas negative, me 4-5 komente, nuk ka pas negative shumë. Të ju falenderu policisë të Kosovës, sidomos
këta njësia për krimet luftës që janë. Me njerë çdo koment që u bon, dhe kena një bashkëpunim shumë të mirë me ta. Çdo koment negative, çdo sen që u bon, ju në arrestu njerëz me njerë, edhe mo nuk ka pos komente negative se ka pos. Ja u dolë sa për një penzion me marë, a une është penzion e këzë epidemi më mëjtës. A se me pas këdo është nësë isha dolë heq me full edhe penzioni më kote e marë. Po, toj unollë, të mendu se unë në përsha këmë kalu. Të e di që shumë tjerë janë të kalu të njëjtën për e u dhone që këmë kalu, për ata jam ka bu ma shumë reshte për me dollë me full, edhe jam dollë. Se ku, tash ko në rrugë, nëllë, a banë një kofe, s'pat një vetëm të po në televizorë, pa kam qef një kofe me ta qitë, po përshëndetje të të pole. Një shori ka treguar se që pas rrëfimit të tij publik, rreth 13 persona janë lajmëruar në organizat. Po, kontakte kom shumë më kontaktuin shpesh. Po, ko janë 12-13 me zgabufsha, pe që kam dollën që kanë ardhur në për organizata, si janë 4 organizata që merren me këtë. Unë që kanë ardhur me kërku ndihmë psikologjike, jam krenar për këtë. Vendimi për të dalë e rrëfyer publikisht atë që i kishte ndodhur nuk ka qenë as pak i lehtë. Në këtë vendim kishin ndikuar 2 gjëra. Vendimi ka qenë me si i kum tregu familjes, mas pori bashkëshortes, vajzës tani, gjembe, të e po të uni për çdo ditë e maj përkrohun, maj lirë, që kjo mas shumë të më ka shti që me dollë publikisht. Bile bashkë aja kryesurja që e ku morrat vendimin që pu dhe me dollë, u konën isha me vojzë, me familje, një men edhe për dhatë vojza babë tha, pe që i ke bisedu me neve, edhe t'ke tjetër qire, pa një ishë maj liru, ma i qelën kështu, që më ko shumë njëri mbyllën. Edhe qaja fjolla e sojna, adhe të shpëton vëro, ma shumë, edhe të e ditë që tash edhe ma herët nga për shka kalojnë një jetunit, që të dyja e në rodhe dhe ndalë për publikisht. Ka pos rodhe se ku morë pjesë në për konferenca që ma ishin me këta të organizatës kërësitës, me drejtoreshen Feride Rushitin, që e falenderoj shumë, psikologën tem Selvije Izedin. Marrë shumë pjesë në për konferenca ndërkombëtare kështu. Asi e thesha vike vetë kështu vetë, që du me dollë. Psikologu ja ka dollë danë, se nuk mundet njëri me dollë kështu pa u konsultu me familje, bile mas pori. Po, tani mi si tregua familjes, që është tash, merë qaja, që unë në bashka ku më kalu, është edhe njerëz bon pak, edhe familjet e mbjetunve tjerë, është da bon që është mirë njose që shumë ka prit familja e mu, për që ta ku më dollë, me sa dhe pak me monu me i është në këpara. Bashkëshortja ishte përkrahja më e madhe për të, pasi e kuptoi për ngjarjen, për çka një shori thot të jetë penduar që nuk i ka treguar qysh në fillim të martesës. Bashkëshortes i kum tregu, dikon vënë i kum tregu, një vet pa dalë publikisht, sa pos. Edhe aja, se të natë mbjetunit është një, qysh, me ta thonë një shpreje, na jem të vjen ato për ato, momenti. Se unë kum bisedu shumë, edhe me psikologën, që rast me morë vesh familja, gruja, fëmija, qysh mund me reagu, sa ka shumë njeri një familjen e vetë. Po tash, aja friga është të gjithë, se mas mund ndo, për shembull bashkëshortja, mundet me përjetu shumë keq, mund ndo, ka posë raste. Po, edhe më ka orëzi spontanisht, i më valëzu, unë si çdo herë me probleme shëndetësore, ma ban tha, ja tha, ti tha danë diçka, se s'është kjep, edhe i kalëzua. Tash mund ku e mro, tash më borë në stacion policisë në Drenas, që shtu më kam ndrohë.
edhe s'foli atë natë mo, deri nesrit, më ka thonë, Jordan, tha deri sot e ke pos për krojën tem, tash e tuti kime pos halava ma të modhe. Atë më ka duk që, nashta, thamë shumë sinqerisht që s'ku me ta hek 1 tën pesh pi shpinës më ka duk aja atë ditë. Po shumë jam, me duk që si këmë të regu ma heret, me pazit, nashta fillimet kur isha martu isha të regu. Se kërko njëri për krojën e familjes, është njëri ma i lumë të më botë. Se mo, s'kisha nevoj, se ne, për në mbjetunit, mbromja është shumë e zëshme, se anë këthe, vike, me kojt e kësha në 12-1 notës, dilësha për shpije, e kësha mes mund po, gruja, fëmija, dilësha kojsha, u shfrymsha, të ecë, edhe u kthesha në shpe. Tha se do pak ati gruja, pse pa del, ku pa shkën, ati në është pak, ajo është gjonë sana që ndorë, normale. Po, kur i kumë të regu, mo tash jam njëri. Ne të mbijetuarit jemi njerëz të vdekur, vetëm që ecim. Për neve ka përfunduar jeta me atë ditë. Thot Ramazani Shori, derisa flet për traumat që e kanë përcjell ndër vite. Se një traumë shumë e rëndë, se më mos fotin që më bu 2 traumat bashkë. Unë edhe kisha më kishë ndodhë stacion të policisë, plus tani burgosja jam, plus bujtje, pa hongër, pa pi, plus tani masakra burgit të Vraves, e shumë tjera. Është diçka që nuk mundet me mua njeri me manë, sa është e shtirë kjo. Se mo nuk je si e ngusht mo, nashta me vdek qato për qato. A di qysh, unë e kumë thonë dhe shpesh here, na të bjetun t'jem njerës vdekur. Vetëm se ecëm në përfund. Për neve ka përfundu jeta, me a ditëshe. Amo, tash do të otri familjes, otri shoqërisë, tash pa do të më bujnë fort me zërë. Po ashtu, ai është edhe mbijetuari i masakrës së Dubraves, e cila thot se ka qenë një holokaust i vërtet, teksa rrëfen për atë ditë, ai thot se as sot nuk e kupton se si kanë shpëtuar. Aja masakër u konit le të merr i vërtet. Seriozisht, unë ma shumë ta ban tash, kur qifti ati që e boni atë në shesh, burgosit burgën të Vrovës kanë qenë të armatosën, ku kemë qenë të armatosën në burg. Ku konë, në botë nuk ko kërkon. Po të na është, i jepet e drejta çdo kujna me full çdo sen, nuk pendohet për ato shaka bon, po të na janë çdo sen, se ato u kuni një holokaust i vërtet. Ato nuk përbes me Zdenitën e ka bombardu gjën ditën burgin mrana natë. Dhe na patëm patëm shku në fushë sportit, o patëm largu pi objekte, si kur i bombardajke mes me naro copat e betonit tu. Edhe tash kur atë natë kemi flajt në fushë sportit atë, nesër me ngjesin që herët pe asë në kulla vrejtuse që janë, nga të jirë me megafon. Nga thonë banë rresht, për ju hekum piktuhit për shkak, dhe në më ju një, me ju hek piktuhit për shkak sigurije, se këtu s'ko siguri, mo. Ashtë ta man kene fillu, sikur ku më shtaj lapidori, se, kene njësë më bo rresht. Edhe ato kanë fillu me gjumë me Kalashnikov, ka be pos bomba dore, edhe me zolla be kanë gjumë përbes. Ato që s'ke pështu nuk di me tregu. Po foti ju një madhë o konë që ka qenë fusha e sportit, o konë një farë si lugo ato, ja 4-5 shkollë, qaj nga kam mbrojt shumë për gjujt në tyne, edhe mos qysh keni mujtë kemi hina për pavilone, podrum kuzhines, apo shumë kanë hina për shokta, se i ko shokta shumë maj burgë ato, amen ta ku patën hi mrana burgit,
veç që i ke kapokin e shokë, djelë sheke bombat të dorës, mana, shumë ka pasur. Ato kunit nuk mund është, se edhe ku t'i kthejna kësaj temes, në qëtë kajtë pej, dhe më banën mu dyjat. Po për veti nuk e kisha me u qaq shumë, se na qështë tash edhe marrë na ishëm vdek. Atë ditë thot se vdekja për ta do të ishte paqja, për shkak të torturave njerëzore që kishin përjetuar në atë burg. Për neve atu ku vdekja, paqë. Se mos me vujt ma shumë, se pej kuës ku kemi rëmë burg e dek të jena, thojo goti pak se na liru, me masokur Dobrovës dhe me ketë, na këna pos shumë pak ushqim, për shambull. Edhe që ta pak shra ku shumë i dëpt. Në nga maltretimet mash njerëzore të mundshme, se fizike, se psiqike, se laj. Pas shpëtimit në masakrën e Dubravës, ata i kishin zhvendosur në burgun e Lipjanit e më pas në burgun e Nishit në Serbi. Pi burgi Dubrovës na patën transferu tani në burgin e Lipjanit. Pi burgi e Lipjanit me 10 qershor, nata 9 na kanë çu për Serbi. Unë Nish, kam qenë. Tani, tash mos gaboj me ota se nuk jam i sigurt tamam, mas një muj ose 2, që ato dikun që kjo kohu ka qenë, ka ardhë Kryqi Kuq, ndërkombëtar, na vizitu. Edhe këna dërgu se cili burgusin ka një letër Kryqit Kuq, të familjet e tona, e që ato mes Kryqit Kuq këna kontaktu mas parë. E tani fillun nga prunë paketa, vizitat. Lufta mbaroi. Ai u lirua, por lufta brenda tij nuk përfundoi asnjëherë. Ankthi rënte periudhë teje të vështirë që e bën të largohej nga Kosova për 5 vite. Por as largimi nga vendi nuk ja ndryshoi gjendjen. Pas kthimit, vite më pas shumë përpjekjesh që të futej në organizat, rrëfimi i Vasfije Krasniqit i dha guximin që më në fund të hapte derën e organizatës dhe të tregonte gjithë historinë e tij. Për të, njerëzit aty janë familja e tij e dytë. Lufta më e madhe ka qenë ku jam dol tani fi burgit ne. Se unë kur kam rënë burg kam qenë i fejuar bashkë. Ani mes 2 javë si kam dalë fi burgit, jam martu. Edhe ato tani se qëherë, thësha kalon me ndërku, po ju, beshtëm sa vjen duke uranu ma shumë ankthi. Unë preu shumë e shtirë. Për ndim mas pari ku kam shku shumë herë të organizata, qysh kur u kon në atë ku, 2006-2007, më zgaboj. Ka qenë të klinika Gjermone, synit është përmi me në studentve atje nën. Atë kam shku me 10 herë, pos nuk më shumë me i mrama. Mesi atë bendusa me lëshu Kosovën ketë, se më dëke që 2 vetë që të bisedu njëni me tjetërin, normal që se do njërë normal. Më dëke që pedin shumë ka ndodhë mua dhe pa bisedojnë për mua. O shumë, se pa ta vendosë, pa ta shku në Malëzin, ja 5 vjetë këm pas jetu. Edhe atje, aja gjumë atyne, pak, në pengaj, edhe të ru apet më këty këto. Apet edhe këtu, edhe me si më këty, tani prapë këmë ardhë, ta shku është edhe sëtë të porë këtë qytetit dhe të organizohet ta kërësides. Edhe atë më shku me tha me 100 herë. Te porë këtë olë shumë parë, kështë kush pa hen, kush pa del, mas pa unë kush i njëfshë, mas më shena kush të hinë, ose mas pa qillëna kush i njëfshëm të punu mrena në organizot, kas lej mendimit vjen për vjetë. E kështu, për me marrë, po 2014-15, thash me zënë pranë. Dhe ato pas po Vasfin një intervjist, televizor ku pas kontaktu me ta. I thash qështu s'ta mujmë me një organizat, qështu
Edhe më të tha, shko tha se çdo sen shka të fullet ato është jetë ato, shumë konfidenciale. Edhe po ta vendus. Nis pa menum shumë drejt shkuva sa datit kur jam halovat. Ata janë da njerëz që s'pa ham ma shumë, po të ishin kun Kosova vetëm gjypsa bile sikur ata punëtor që punojnë atë, pe drejt rreshe, se te punojnë ma të tishtin atë, janë njerëz brillant. Pa pritet ta mojnë ata që familja jonë e dytë bravo atë. Unë ku shkoj ato sikur më shkon familje tem. Se edhe se kom dolur publikisht apet, shkojnë për seanca psikologjike më. E ndihma psikologjike që ka marrë aty, thot se ka shpëtuar që të mos i merrte jetën vetes. Shumë ndihmon, unë para se me shku në organizat ka pos shumë rose ka pos i kum dosh me myt vete. Se dhe natët mërzitet. Se që tash më herët vjen ajo në këthi sikur këta që të shkelmin fit. Fill ngulfatësh. Qaja ku të vjen mo njëri e ko pak shumë problem tani edhe me kontrollu vetveten. Shteti duhet të bëjë më shumë për ta e të mbijetuarit e tjerë të dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë. Sipas nishorit, prioriteti kryesor është shëndetësia. U bon, po a ka vend për mu bo ma mirë? Ka, edhe shumë. Se s'moj me thonë që s'u bon kur gjën, se ka, u bon, e gëzoj një penzion, se beneficione tjera nuk kemë na. Për shembull, e kemë shumë se mbjetun mas shumë ti që është nevoja për mbjetun është mjekësia. Mjeku. Tash, nësi e kanë bon që për sigurim shëndetësor, ndashta inshallah dhe pe përfundojnë ma shpejt, se na kemë mas shumë ti nevojë që ka njëri është për mjekësi. I shdosh me bon është edhe shumë tjera, po ma e kryesorja është që kjo. Adhe nëse që kjo prioriteti maj mua, se çdo i mbjetun na ku të shkojmë, bas nuk është ta në gjendje me të regu shka është. Me pagesa, me punu nuk mundet, një penzion solid sa marrëm, nuk i mbëllen ato shpenzime me shkute mjeku, si ku të shpenzime, si ku të nasë shpeshes. Më për veti i kom të atërën mujtë borna. Edhe se kom dole, kom hekat, po apet, prap se prap, apet shkojt e psikologja, për shta, për që shtash edhe marët. Për shta kom bon mas shumë t'i këto, që çdo intervjis, çdo ku të ju baj thirrje mbjetunve edhe mbjetura. Hajde në për organizata, ato pështim, edhe çdo sen shka të fullet ato jetë ato. Në fshelet qatë për qatë. Nuk i shumë i mbrojtën. Edhe pështën vetë. Unë për vetë e thamë vetë, këmë shtu vetën për dekjes. Se unë që të treguam, e këmë posë shumë raste ka posë që këmë dosh me mytë vetë. Me shpresën se një ditë t'i bëhet padi shtetit serb për këto krime, a ju bën thirrje të gjithë të mbjetuarve që të mos heqtin. Desha ju bon thirrje edhe mbjetunve tjerë që tash për me orë organizat me kërku ndihmën, edhe me dhonë deklaratën në polici për krimet luftës që shbërmana më herët. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ta. Nuk ku të dënë, ku të njën vetën ma rahat i mbjetuni, atë shkujnë ata, ja morrin deklaratën ndash në organizat, o ku të kanë qef ata. S'muj me shku në policisë, në organizat. Ku të njëhet taj mas leti, se si dijet, ndoshta një ditë, edhe na i bojmë pa dija ati shtetit, e do të më përgjesh për të krime që i ka boti kosh. Pavarësisht se përdënimet e personave që kanë kryer krime të tilla në luftën e fundit në Kosovë ka pasur disa aktgjykime, Ramadan Nishori vlerëson se dënimet janë të ulta. Ai mbetet me shpresën që kryerësit të marrin dënimin e merituar. Presëm, janë të punu shumë në këtë drejtim, janë 3-4 tashmes dal aktgjykime që kanë përfundu, janë kriminal që janë të evuj dënimin,
I kem 2 dënime mungesë, që janë tash që u mund këtë vendime që dënojnë edhe në mungesë. Mirë, kemi një bashkëpunim shumë mirë me prokurorinë e Kosovës, që i falenderoj shumë. Janë të punu shumë në këtë drejtim të shumë. Presim dënime pak më tash prapë, thamë në atë njërë, se po më duket s'jam kompetent asë asoj fushës, drejtësisë, po probleme, më duket që të gjysh pak pa dënuhën. Ajo është bollë, vetëm se ja ka njësë, po dënimet më duken janë pak tolta. Ramadan Nishori, përveç që ka prekur çdo kënd me historinë e tij, ai është një shembull inspirimi për të gjithë ata që kanë kaluar në për të njëjtën gjë dhe modeli forcës e vullnetit se kur kërkohet ndihmë, gjendja mund të ndryshojë për mirë. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.